tensionet brenda shtëpisë së Big Brother Kosova arritën një tjetër kulm pas një debati të ashpër dhe të drejtpërdrejt mes Benitës dhe Fjollës, një përplasje që ekspozoi jo vetëm thyrjen e marrëdhënieve mes tyre, por edhe hipokrizinë. Sipas akuzave, në qëndrimet që banorët mbajnë nga dita në ditë, debati shpërtheu pas një përplasjeje të mëhershme, kur Fjolla, e revoltuar dhe me tone teje të larta, përdori fjalë fyese ndaj Albës dhe Benitës, duke injoruar dhe ofenduar hapur. Gjuha e përdorur shkaktoi reagime të menjëhershme në shtëpi, duke e bërë situatën edhe më të rënduar dhe duke vënë në pikpyetje kufitë e komunikimit mes banorëve. Benita nuk qëndroi e heshtur. Ajo e përballi drejt për drejt Fjollën, duke e akuzuar për ndryshim të papritur qëndrimi dhe mos përputhje mes fjalëve dhe veprimeve të saj. Ti mbaje krahët Albës deri dje, ndërsa sot del dhe e quan me fjalë të rënda. Boll. Sipas Benitës, ky ndryshim tregonte mungesë konsistence dhe respekti, duke theksuar se përdorimi i fyrjeve personale është një vijë që nuk duhet kaluar, pavarësisht konflikteve apo strategjive të lojës. Reagimi i Fjollës ishte po aq i ashpër. Ajo ju përgjigj Benitës me ironi dhe përbuzje, duke e quajtur halla, një term që u përdor në mënyrë provokuese dhe nënçmuese, duke ndezur edhe më shumë debatin. Benita, nga ana tjetër, nuk u tërhoq dhe e sfidoi Fjollën ballë për ballë, duke i kthyer të njëjtin ton dhe duke e bërë të qartë se nuk do të toleronte më ofendime. Atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm. Banorët e tjerë u panë të tensionuar, disa duke u përpjekur të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, ndërsa të tjerë preferuan të qëndrojnë në heshtje, duke vëzhguar përplasjen që po përshkallëzohej para syve të gjithëve. Ky debat nxori në pa një problem gjithnjë e më të pranishëm në këtë edicion të Big Brother Kosova, kalimin e kufirit nga loja strategjike dhe përplasja verbale, në fyrje personale që cenojnë respektin dhe bashkëjetesën. Për publikun, përplasja mes Benit